në këtë edicion do të ndiqni. Kosova sot po shënon 26 vjetorin e çlirimit. Kreatori Fatmir Varaku ka ripërpunuar përmes inteligjencës artificiale këngën Yjet e Gjakovës. KVRL e kori Lyra me program të përbashkët në vigjilje të ditës së çlirimit të Gjakovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kosova sot po shënon për vjetorin e 26 të çlirimit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vendosur lule pranë varrit të ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Në ditën e çlirimit, Kurti ka vizituar edhe kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Kosova sot, më 12 qershor, shënon 26 vjetorin, ditën e çlirimit. Në shënim të ditës së çlirimit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka vendosur lule pranë varrit të ish-presidentit historik Ibrahim Rugova dhe veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaçi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti Rugovën e cilësoi si kontribues të madh për unitetin e popullit dhe çështjen kombëtare. Me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ditës kur filloi paqja në vendin tonë e për popullin tonë, duke vënë lulet e freskëta te varri i presidentit historik Ibrahim Rugova, një kontribues i madh për unitetin e popullit dhe për ndërkombëtarizimin e Kosovës dhe çështjes kombëtare në përgjithësi. Ndërkaq Adem Demaçi e vlerësoi si një simbol të rezistencës son dhe veprimtar të paepur i cili nuk u kursye asnjëherë për vendin ton. Dita e çlirimit 12 qershori është dhe si një thyerje e një burgu të madh që quhej Kosovë, sepse u çlirua populli dhe po tërhiqeshin të gjitha forcat e armatosura policore e ushtarake të Serbisë. Andaj sot në ditën e çlirimit të paqes lulet e freskëta edhe te varri i Batsadep si simbol i rezistencës tonë dhe gjithashtu si një veprimtar i paepur i cili nuk u kursye asnjëherë dhe dha gjithçka për më të mirën e më të mbarën e vendit tonë e të popullit tonë. Nga aty Kurti vijoi me vizitë në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz dhe në varret e komandantit dhe gjithë familjes Jashari për të kujtuar sakrificën e tyre dhe jetën që dhanë për të gëzuar sot lirinë që kemi. Në vazhdën e aktiviteteve dhe misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR-i ka shënuar 26 vjetorin e themelimit me një ceremoni të mbajtur në shtabin e KFOR-it. Më 12 qershor 1999, pas 78 ditë bombardimesh, trupat e NATO-s hynë në Kosovë, në misionin paqëruajtës që do të quhej KFOR, për t'i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis popullsisë kryengritëse shqiptare, të organizuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze. Kënga Yjet e Gjakovës është ripërpunuar në një variant të ri. Kreatori Fatmir Varaku, tingujt e kësaj kënge, i solli me anë të inteligjencës artificiale në vigjiljet të 26 vjetorit të çlirimit të Gjakovës. Kreatori Fatmir Varaku dje ka shfaqur videon të cilën e ka krijuar përmes inteligjencës artificiale, ku përmes kësaj teknologjie pasqyron imazhet të dëshmorëve të kombit, përmet Vula, Ilir Soba, Yll Morina dhe Elton Zherka, që janë përfshirë në tekstin e këngës së Ilir Shaqirit Yjet e Gjakovës. Varaku thotë se është ndjeri i lumtur për impaktin që pati projekti qysh në orët e para. Punojna shumë mirë, sidomos sot, se deri me dje para se mi publiku videon, e kum pas edhe një frikë rreth pëlqimit videos, rreth paraqitjes, sa kom ju pëlqy njerëzve paraqitja e Djemve të Gjakovës, a ku mujt mi pro original ajo, po komentet janë shumë të mira, domethënë deri tash, edhe secili koment dyqysh edhe po motivon edhe më shumë për punë vazhdim në bu. Varaku gjithashtu tha se këtë video ka realizuar në shënim të përvjetorit të çlirimit të Gjakovës për të gjithë luftarët, dëshmorët dhe banorët e këtij vendi.
Këtë video e kum punu për ditën e çlirimit Gjakovës. Une nuk kisha më thonë ma shumë, veç se krejt Gjakovës më harru ditën e çlirimit. Inshallah veç ditë mira kemi. Për mja jap një emocion edhe ma të madhe dhe një shpirt e videos, kum vendos mi shtidhe tifos kuqezinit e Jakovës. Tonë kam prit mirë dhe ka pëlqyer dhe kjo pjesë. Edhe fillimi është emocionues kur tonë një zërje knojnë kongën. Producenti i videos Varoku tha se ai pret që së shpejti të bëjë një video tjetër me inteligjencë artificiale ku planifikon të përfshijë edhe dëshmorë të tjerë. Dëshira jeme është nëse kisha pas mundësi mi pru edhe djem tjerë që kanë luftu, kanë vdekë për liri, po është një punë begje e madhe, po unë nëse shoh që ka mundësi, pse jo, pse mos mi pru edhe tjerë, se ka edhe plot djem tjerë që kanë luftu edhe kanë vdekë për liri. Kosova e lirë. Fatmir Varaku përveç videos për dëshmorët nga Gjakova ka bërë edhe krijime tjera, njëra prej tyre është edhe ajo për komandantin legjendar Adem Jashari. Banorët e rrugës Uk Ndoja në fshatin Bec kanë shprehur shqetësimin e tyre për infrastrukturën e dobut rrugore. Ata kërkojnë urgjentisht që ky problem të rregullohet. Kjo pasi qarkullimi në këtë zonë po bëhet me vështirësi. Banorët e rrugës Uk Ndoja në fshatin Bec shprehen të dëshpëruar nga gjendja rrugës që prej vitesh mbetet e papërfunduar. Nire Lulashi rrëfen se djali i tij është i sëmurë në zemër dhe nuk mund të dalë nga shtëpia pa ndihmën e dikujt për shkak të rrugës së pakalueshme. E kom djalin të smut, e kom prej zemër se ka zemër në këtë në rrugë. Për my 3-4 herë kam shku të kryetari komunës për qëtë rrugë. A një guri me ba me hasë, du të me janë dorën se nuk mund të mu shu. Po të anëreshin, kanë shku kanë ikë. Pe i këtujt kanë shku i kanë po tjera të rrugë atje. Këta kanë njën katastrofë, po pas e kanë po lukën herë vish 4-5 herë. Amon, një mab një qëtë rrugë qëtu, se që të shqytu një që apër duhet me pe edhe në dorën që ka së mundës me dollë. Kjo katastrofë. Nga ana tjetër dhe Zymer Lulashi shton se rruga është lënë në gjysmë dhe pavarësisht premtimeve të përsëritura, çdo vet shtyhet. As ka marru prej fillimit deri në fund, as ka marru prej fundit deri në kryt. 100.000 lajmi janë bo. Që sa vite në bon vitin e kalum 500-400 metra rrugën shtrukshto. A këput kjo kanë thonë vim vjesht, vim pranverë. Çfarë rruga që është? Pluni krejt verën. Dimnit krejt shije ujë e llaç. Rrugët në këtë lagje frekuentohen shumë sidomos nga 5 familje dhe kërkesa atyre vetme është që infrastruktura rrugore të rregullohet dhe kërkesa atyre të mos neglizhohet nga institucionet. Lëvizja vetëvendosje po feston 20 vjetorin e themelimit. Ky subjekt politik ka zgjedhur që përmes aktivitetit Java e Lëvizjes të takojë simpatizantët dhe antarët e rinj. Një i ngjajshëm është mbajtur edhe në qendrën e Gjakovës. Me javën e lëvizjes, lëvizja vetëvendosje është duke shënuar 20 vjetorin e themelimit. Në një takim të përbashkët mes antarëve e simpatizantëve edhe në qendrën e Gjakovës u shënua aktiviteti Java e Lëvizjes. Agon Batusha, kryetari i qendrës në Gjakovë, foli për antarësimit të reja dhe për vazhdimin e konfirmimit të VV-s në Gjakovë dhe Kosovë si subjekti i parë në disa zgjedhje. Ne po festojmë 20 vjetorin jubilar pra të lëvizjes vetëvendosje ku gjatë gjithë javës ne festojmë, por sot është ditë antarësimeve të reja dhe në zyrën e vetëvendosjes sot gjatë gjithë ditës janë antarësuar antarë të reja, të cilët e kanë rrit numrin e antarësisë së lëvizjes këtu në Gjakovë, duke bërë gjithnjë më shumë numër rekord në krahasim me antarësitë e subjekteve tjera politike. Këto antarësime të reja dëshmojnë që lëvizja vetëvendosje nga zgjedhjet e shkurtit e tutje vazhdon prapë rritje në Gjakovë, duke na besim me forcë për të vazhduar në sfidat e ardhshme që na presin. Ndërsa Arbrije Nagavci, ministre e arsimit në detyrë, tha se lëvizja vetëvendosje në kuadër të shënimit të 20 vjetorit është duke organizuar javën e lëvizjes në të gjitha qendrat e saj në Kosovë.
Jemi në javën e lëvizjes duke shënuar 20 vjetorin e themelimit të lëvizjes dhe secila prej ditëve ka nga një tematikë të veçantë, sot është dita e antarësimeve të reja dhe në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës jemi bashkë me aktivistët e vjetër e të ri, duke mirë pritur djemë e vajza të reja që po bëhen pjesë e lëvizjes. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjuca foli për historikun e lëvizjes dhe rrugtimin e saj nga opozita dikurshme deri sot si subjekt me i votuar në nivel vendi. Rruga nuk ka qenë e lehtë sepse është dashur shumë përpjekje, kanë qenë me mira veprime, aksione, demonstrata. Po të njëjtën kohë nashta vëmendja mediatike o kohë më e përqendruar në këto. Po 24 orë ka qenë, po sikur bletat, një punë e secilit, sidomos aktivistëve, që vetëvendosjen me shtrim popull. Vetëvendosja me qenë vërtet në çdo shtëpi, në çdo familje. Edhe unë i falenderoj vetëvendosjes për 1000 gjëra, po në kuptimin personal i falenderohem vetëvendosjes edhe që ma ka mësu Kosovën. Çdo pllëmp të vendit tim. Lëvizja vetëvendosje është themeluar në qershor të vitit 2005, ndërsa në vitin 2010 për herë të parë ka garuar në zgjedhje, duke dalur e para në disa zgjedhje radhazi. Të rinjtë organizatës KVRL në bashkëpunim me Korin e Fëmijëve Lyra kanë mbajtur një aktivitet të përbashkët sot në kuadër të përvjetorit të 26 të çlirimit të Gjakovës. Piktoria Alsea Ymeri ka hapur ekspozitën e parë, ndërsa të veçlit e Korit kanë interpretuar disa këngë. Në shënim të ditës së çlirimit të Gjakovës, Kori Lyra në bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal ka organizuar program artistik. Udhëheqësja e Korit Lyra Edenia Haxhikadria tha se performanca për nder të ditës së çlirimit është privilegj për ne. Sot në bashkëpunim me KVRL-n, Kori Lyra është paraqitur me 4 pika për nder të 26 vjetorit të ditës së çlirimit të Gjakovës. Kjo paraqitje është shumë e rëndësishme për neve, me qenë se edhe fëmijët e kanë mundësinë që të jenë pjesë e aktiviteteve që kanë shumë rëndësi për vendin tonë. Fëmijët pjesëmarrës në kor u shprehën teje të lumtur dhe treguan për repertuarin e kënduar. Jam shumë e lumtur, sepse duke i parë të gjithë njerëzit duke na shikuar, neve ndihem shumë krenare dhe lumtur që po marr pjesë në këtë kor. Ndërkaq Alsea Ymeri, në nder të 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ka paraqitur ekspozitën e parë si artiste. Këto piktura janë bërë për 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Është një ndër ekspozitat e para të mia si artiste në vendlindjen time në Gjakovë, në bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal dhe gjithashtu me Kuvendin Komunal të Gjakovës. Ky aktivitet u përcoll edhe nga shumë qytetarë. Besimtarët katolik u mblodhën mbrëmjen e sotme në një takim të përbashkët në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakovë për të shënuar festën e Shën Dot. Qindra besimtarë u bën pjesë e meshës qendrore për të përcjellur mesazhet e mirësisë dhe dashurisë që përçon kjo festë. Në famullinë e Shën Pjetrit e Palit në Gjakovë mbajt mesha solemne në nder të Shën Dot, shejt i dashur për të gjithë besimtarët katolik. Kjo mbrëmje mblodhi qindra besimtar, jo vetëm nga Gjakova dhe rrethina, por edhe nga qytete të tjera të Kosovës dhe nga diaspora shqiptare. Mesha u përcoll nga Patër Aleksandër Tanushi, i cili përmes fjalës së tij të frymëzuar përcolli mesazhe besimi, dashurie dhe shpresë, duke theksuar rëndësinë e ndërmjetësimit të Shëndot në jetën e përditshme. Një ndër këta shenjtë është edhe Shënano, që sot me gëzim e festojmë festën e tij, ne këtë kish kushtuar pikërisht emrit e tij, duke përkujtuar dhe duke
e kërkuar ndërmjetësinë e tij tek Ati ynë qiellor. Prandaj është shumë e rëndësishme të dimë se kush është ky shenjt i cili është kaq shumë i përzemërt për popullin ton shqiptar dhe për botën mbar. Edhe pse vdiq në moshë të re, vetëm 36 vjeç, atë e njohu dhe e njeh gjithë bota. E si u be kaq i madh devocionin ndaj shenjtit shtanu. Jo vetëm se shtanohen shenjtë mrekullive, por edhe se ai i është kthyer popullit, të varfërve, nevojtarve, të vuajtërve, skamnorëve. Të pranishmit i lutën shenjtorit për paqe në familje, shëndet dhe përkrahje në sfidat jetësore, duke ruajtur gjallë traditën dhe besimin që brez pas brezi, për cilët me përkushtim të veçantë. Festa Shtëndot vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të dashura dhe më të respektuara në kalendarin fetar, që bashkon zemrat e shumë shqiptarëve kudo që ndodhen. Ram Tali është njëri nga të shumtut shqiptar që kishte falë gjakun e babait, duke u bërë pjesë të lëvizjes për pajtimin e gjaçeve. Në një intervistë për mediumin ton, shumë vite pas, ai kujton emocionet dhe ndjesinë e atij momenti. Po për hir flamurit, simbol kushezi, simboli kosovar, për hir të Demdemashit, për hir të burgosni u kosovar, tortura o tyne, për hir gjakin djemve kosovar, kisha pasë edhe djalin më ma morë, më ma prek të burra, ja kisha falë edhe djalin, ja falë i krejt familje. Kjo video është realizuar në vitin 1990, kur Ram Tali fali gjakun e babait dhe 5 plagët e tij që i kishte marrë në trup. Tali thot se u ndje i emocionuar kur pa videon e realizuar aso koha nga Myrteza Kurti, kjo kur në odën e tij kishte pritur Anton Qeten me shumë gra e burra shqiptar, pjesë e lëvizjes për pajtimin e gjaçeve. Emocionet pak të mëdha ishin se kish kohë mas 35 vite me po atë kaset, në atë kohë, para 35 vjetë, e kom falë gjakin e babës edhe 5 plagë të mijat, në shpitemen aty, të soba kushërinit. Tali mes emocionesh tregon edhe për ngjarjen më të madhe për pajtimin e gjaçeve të ndodhur te Verrat e Lukës. Madje ai thotë se Verrat e Lukës ishin lëvizja që pajtuan shqiptar dhe ndalen vrasjet mes shqiptarëve. Në krye më konë me Zekria Canën. Njën e kom njoft, o konë një burë intelektual, po o konë edhe një burë trim, Zekria Cana. Falë edhe Anton Qetës, Shipe Bityshit, e shumë me shumë, Hasan Sadris, Zenel Sadikit, e shumë me shumë aktivistëve tjerë që e kanë organizuar. Unë kër një marrë për Zvicrën me falë gjakin e babë se plagët e mija, unë e kom falë për hirt flamurit Kuqezi, për hirt burgosni u politik, e kom falë për hirt Demdemashit, e kom falë për hirt liris Kosovës se na vje liria, se u prit ke lufta, e jo me vrana njën i tjetrin, nuk këshim kose për me vrana njën i tjetrin, na kishim ku me vra, se ma kanë mytë vlan 22 vjeç ushtarë kër o vra Aziz Kelmeni. E aty nuk mujnë zerra gjak. Kështu mu thash, ma mirë të pajtohem në vlazit në me vetje t'ja këthejmë, një janë miki shekullor t'ja këthejmë tytat e push satine. Lëvizja pajtimit të gjaçeve në vitin 1990 ishte organizimi më i madh shqiptar që bashkoi rreth vetes intelektual të burgosur politik e patriot, të cilët u bën bashkë për zhdukjen e fenomenit të hasmërisë në Kosovë. Me mëngjesni populli, fali varë 5 ljuma dhe fali gjakin e babaj. Pavarësisht rritjes së çmimit të arit, tregtarët thonë se çmimi nuk përcaktohet nga ata që e shesin, por nga berza. Aktualisht në tregun e lirë në Gjakov, 1 gram ari kushton deri në 94 euro. Në tregun vendor prej disa kohësh, çmimi i arit ka shënuar rritje. Bleda Reqa, i cili merret me shitjen e arit, thotë se aktualisht çmimi i arit 24 karatsh ka rritur deri në 94 euro për gram. Vlerë kjo e cila varet edhe nga luhatjet globale. Për momentin në bazë berzës që na e përcelin vazhdimisht, na
do më thonë ka shku deri 94 euro grami, po bëhet fjalë për 24 karatëshi. Do më thonë 24 karatëshi është për momentin ka shku 94 euro, do më thonë me ditën e sotit që po flasim. Po ka tendencë, ka mundësi që mundet më shku edhe ma shumë, më rritë, po tash nuk mujmi ditë edhe sakt. Se në bazë qësaj situate që pëndodhë edhe luftra në Rusi me Ukrajinë, që është këj konflikti, kjo ka shkon vazhdimisht të ndryshuj çmimin. Jo të shku me ra, po shkon të hyjë vazhdimisht. Regja mes tjerësh tha se lëvizjet e shpeshta kanë vështirësuar edhe punën e tregtarëve që merren me këtë veprimtari. Është shumë e vështirë sepse çmimi lun vazhdimisht, edhe normal që njerëz edhe kanë ankesa se sot e ke një çmim tjetër nes lun. Domethënë kjo nuk është edhe në favor edhe për argjentarët se do mi pas një çmim stabil, e kupton, që edhe njerëz më kanë të kënaqur me çmimin. Aksesorët nga ari vazhdojnë të jenë të pëlqyer edhe nga qytetarët. Kjo pasi është një simbolik edhe e traditave ndër vite, shtoi Regja. Arsimi është se këto një farforme të ditë na si popull që jemi më tradicional e kësi që për darsma, për martesa se shka do të koftë, ato nuk kanë qare pa i marë, sepse është në kulturën tonë që na duhet me një farforme me javë dorata me bo. Edhe për kundër çmimit njerëz në detyruar me ble. Në detyruar me ble ju imponon është edhe jeta për këtë arsye, po me dasht me ble për qef njerëz nuk ma merr mendje që e kanë mundësinë për momentin. Ndoshta për ma vonë ndoshta mundet ose ma vonë mundet edhe me lujt çmimi. Tregtari Regja gjithashtu tha se çmimi i arit nuk varet nga tregtarët, por nga berza. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 13 deri në 31 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 12 gradë deri në 31 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. E shtuna do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 29 gradë Celsius. Edhe të dielën pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 13 deri në 30 gradë Celsius. Mot me diell pritet të mbizotrojë edhe të hënën, me temperatura që do variojnë nga 16 deri në 32 gradë Celsius. Të martën pritet të mbizotrojë moti ndryshueshëm, me temperaturë minimale 15 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 30 gradë Celsius. 16 deri në 31 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova sot po shënon 26 vjetorin e çlirimit. Kreatori Fatmir Varaku ka ripërpunuar përmes inteligjencës artificiale këngën Yjet e Gjakovës. KVRL e kori lyra me program të përbashkët në vigjilje të ditës së çlirimit të Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.